Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të gjitha falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut, fuqiplot, i cili krijoi çdo send dhe i furnizoi ato. Ndërsa salatet dhe selamet janë për pejgamberin e tij, Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit me radhë, por me peshë dhe vlerë tek Zoti nga të parit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, të nderuar teleshikues të TV Globit, të nderuar besimdrejt, të nderuar agjërues. Padyshim se mbështetja në vullnetin e Allahut është ardhmëria e besimtarit. Allahu fuqiplot në Kur'anin famëlar thot: "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada." Allahu i madhruar në këtë ajet të shenjtë e ndalon pejgamberin e tij që të thotë se do të bëj diçka të caktuar ditën tjetër, përveç se nëse ajo është e lidhur me vullnetin e Allahu xhaleshanuhu dhe thot: "Nëse don Allahu." Kështu që Allahu fuqiplot dëshiron që ti edukoj njerëzit dhe ti mësoj ata që sa herë që ata të thonë diçka, ndonjë çështje, ndonjë njoftim për të ardhmen dhe për të nesërmen, ata duhet që të jenë fjalët e tyre të shoqërohen me këtë fjalë, me këtë shprehje hyjnore që është dasht Zoti e bëhet ajo. Në mënyrë që nëse ajo nuk realizohet, atëherë robi të mos ketë thënë gënjeshtër. Arsia e këtij udhëzimi hyjnor nga Zoti xhaleshanuhu qëndron në faktin se njeriu është dhe fuqia e tij është e kufizuar dhe nuk është e drejtë dhe nuk është logjike që ai pra njeriu të shprehë një ndodhi apo një njoftim për të ardhmen e tij, duke pasur parasysh se mundet të ekzistojnë edhe pengesa që ajo të mos realizohet. Pra, shumë shpesh në ndodhin situata ku ne përmendim njoftim për të nesërmen, mirë po ajo nuk realizohet dhe shumë shpesh në ndodh që nëse thona dhe përmendim ndash Zoti, ajo krihet edhe ajo me lejen e Zotit do të krihet. Pra, sigurisht, kjo thënie, shprehje hyjnore që është dasht Zoti, është shprehje e cila tregon besimin në fuqinë e Allahut dhe në vullnetin e tij, dhe është shprehje e cila është përdorur nga të gjithë të dashurit dhe miqët e Allahut, pra pejgamberët e tij. Nëse i referohemi Kur'anit, do të shohim aty në Kur'an se shumë pejgamber në fjalët e tyre kanë thënë se nëse don Zoti, do të jemi prej durimtarve, nëse don Zoti, do të jemi prej të drejtërve, nëse don Zoti, do t'ja arrim qëllimin ton në veprën ton që e kryjm. Pra, edhe një herë, nëse sigurisht se fjala dhe shprehja hyjnore që është dash Zoti, është një shprehje shumë e lartësuar dhe vlerësuar nga Zoti xhaleshanuhu, Allahu fuqiplot në Kur'anin famëlar në ajetin e lartëcituar tha se: "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah." Dhe mos thuaj për asgjë se do ta bëj nesër, përveç se nëse don Allahu. Pra, shprehja e cila është hyjnore, nëse don Allahu, është një shprehje e cila nuk duhet të thuhet pa vetdije dhe vetëm me gjuhë dhe me gojë, por ajo duhet të jetë tek njeriu, tek besimi i tij, duhet të jetë tek vetdia e tij, duhet të jetë dhe të përqendrohet në mendjen e tij, në zemrën e tij dhe në të gjitha dimenzionet e jetës së tij. Pra,
Nga kjo e shohim se Allahu fuqiplot pejgamberit të vet i jep një detyrë që në çdo fjali të tij për të ardhmen, për të nesërmen, të përmende fjalën hynore apo shprehjen hynore, dasht Zoti dhe kryet ajo. Është e vërtetuar se kjo fjali, kjo shprehje hynore kërkon një përgatitje shumë të madhe nga njeriu, kërkon një përkushtim aq të fuqishëm, mirëpo pengesat dhe angazhimi i njeriut i përditshëm në jetën e tij private, sociale dhe shoqërore, vërejmë se ndonjëherë njeriu harron ta thotë këtë shprehje hynore që është edhe e përmendur, edhe e cekur në këtë ajet kuranor për të pas vullnet në fuqinë e Zotit Xheleshanuhu apo për të pas besim dhe mbështetje në vullnetin, në vullnetin e Allahut Xheleshanuhu. Prandaj, një ditë prej ditëve, pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu vesselam i erdhën një grup njerëzish dhe e pyetën një pyetje. Çështja është për banorët e shpellës. Ai ju përgjigj, nesër do t'ju jap përgjigje për te. Mirëpo, të nesërmen dhe shumë ditë pas asaj nuk erdh vahji, shpallje nga ana e Zotit Xheleshanuhu, saqë pejgamberi alayhi salatu vesselam u dëshpërua nga kjo. Pas një periudhe u shpall ky ajet kuranor dhe i tha: "Dhe mos thuaj asgjë se do ta bëj nesër përveç se nëse don Allahu Xheleshanuhu." Pra, siç thash edhe pak më përpara se është e vështirë që njeriu të përmende këtë për çdo njoftim të tij të cilën ai e ka për të nesërmen e tij dhe për të ardhmen e tij, atëherë shumë bukur Allahu Xheleshanuhu shpjegon në vazhdim të këtij ajeti dhe e ka ditur shumë mirë se njeriu është qenje që harron, Zoti Xheleshanuhu jep një provë dhe jep një përmirësim nga ajo që ne në ditët në vijim, në muajin e shenjtë të Ramazanit që jemi, të përmirësojmë vetveten tonë. Çka është ajo? Allahu tha: "Nëse harron ta thuash fjalën nëse don Allahu, atëherë përmende Zotin, emrin e tij dhe thuaj se Zoti im do të më udhëzon mua në një farë mënyre më afër në drejtim të rrugës së vërtetë." Pra, e shohim nga ky ajet kuranor se Allahu Xheleshanuhu ju jep njerëzve, besimtarëve sidomos, një mundësi që ata të vazhdojnë të përmendin Allahun fuqiplot, edhe nëse gjatë njoftimeve të tyre nuk kam përmendur për të nesërmen dhe për të ardhmen, nuk kam përmendur fjalën nëse don Allahu. Pra, nëse nuk është përmendur fjala nëse don Allahun në për njoftimet tona për të ardhmen, atëherë ne duhet i kthehemi dhe ta përmendim vetë Zotin Xheleshanuhu. Pra, është një mundësi shumë e madhe që në muajin e shenjtë të Ramazanit, që besimtari gjatë tërë këtij muaji të bekuar bën përmendjen e Allahut Xheleshanuhu, bën dhikr dhe e përmend emrin e tij dhe më tepër edhe i beson emrit të tij, shtohet vetdia dhe besimi ndaj atij, atëherë Ramazani dhe muaji i shenjtë i Ramazanit është një muaj ku do të përmirësohemi ne edhe në pamjen e jashtme në fjalitë tona për të ardhmen tonë, dhe në përmirësimin do të jetë edhe i mbrëmshëm në shpirtin ton dhe në zemrat tona. Prandaj ne në fund e lutim Allahun fuqiplot që nëse kemi harruar diçka dhe nëse harrojmë në të ardhmen diçka, Allahu Xheleshanuhu të pranone gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit agjërimin e sidomos të pranone nga ne përmendjen e tij, dhikr, tesbih gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, që harresat të cilat i kemi bë të përmirësohen nëpërmjet këtij ajeti kuranor për të cilën Allahu Xheleshanuhu na sugjeron neve që përmirësimi i çështjeve të mëparshme të ndodhe me vetëm përmendjen e Allahu Xheleshanuhu. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala që ai të na japë një ardhmëri të nesërme shumë të ndritur dhe padyshim që në për fjalorët tonë, kur ne do të shfaqim
dëshirat tona ne të përmendim fjalën dhasht Zoti ose Allahu nëse don. Walhamdulillahi rabbil alamin.